Një grup udhëheqësh botror, shumë prej tyre të akuzuar për qeverisje autoritare, janë mbledhur në Washington për takimin inaugurues të të ashtu quajturit Bordi i Paqes, një strukturë e krijuar nga Donald Trump. Organi u krijua për të zbatuar vizionin e tij për të ardhmen e Gazës pasi ajo u shkatrua nga Izraeli, por Trump e ka zgjeruar fushveprimin e tij, duke i quajtur atë organin ndërkombëtar më të rëndësishëm në histori. Megjithatë, krijimi i këtij bordi ka ngritur shqetësime serioze në qarqe diplomatike. Disa fuqi globale druan se ai synon ta anashkalojë Kombet e Bashkuara dhe të zëvendësojë sistemin shumë palësh me një klub vendesh anëtare që paguajnë një tarifë të lartë dhe që funksionon sipas vullnetit të Washingtonit. Italia dhe Greqia, për shembull, kanë zgjedhur të dërgojnë vetëm vëzhgues. Sipas të dhënave të Freedom House, shumë nga vendet pjesëmarrëse renditen si jo të lira ose pjesërisht të lira në indeksin global të të drejtave politike dhe lirive civile. Nga lindja e mesme, Egjipti përfaqësohet nga kryeministri Mustafa Madbuli. Vendi i tij vlerësohet me 18 nga 100 pikë, jo i lirë. Raportet flasin për shtypje të opozitës dhe kufizim të ashpër të lirisë së medias në drejtimin e presidentit Abdel Fattah el-Sisi. Turqia përfaqësohet nga ministri i jashtëm Hakan Fidan, ndërsa presidenti Recep Tayyip Erdogan akuzohet për konsolidim të pushtetit dhe burgosje të kundërshtarëve. Izraeli dërgon ministrin e jashtëm Gideon Saar në emër të kryeministrit Benjamin Netanyahu. Freedom House e vlerëson Izraelin si të lirë, por territorit palestineze, Gazën dhe bregun perëndimor si jo të lira. Në Azi, Kambodža përfaqësohet nga kryeministri Hun Manet në një sistem të dominuar prej dekadash nga familja Hun. Presidenti i Indonezisë, Prabowo Subianto, vlerësohet pjesërisht i lirë, ndërsa Kazakistani i Kasim Jomart Tokayev dhe Uzbekistani i Shavkat Mirziyoyev klasifikohen si jo të lira. Pakistani me kryeministrin Shehbaz Sharif mbetet pjesërisht i lirë në ndikimin e fortë të ushtrisë. Vietnami, i drejtuar nga sekretari i përgjithshëm To Lam, është një shtet një partijak me censur të fortë. Nga Europa, pjesë e bordit është edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Shqipëria renditet pjesërisht e lirë me zgjedhje konkurruese, por me probleme të vazhdueshme korrupsioni. Po ashtu merr pjesë kryeministri hungarez Viktor Orban, i kritikuar për politika antimigrante dhe kufizime ndaj medias. Nga Ballkani është edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, me Kosovën e vlerësuar si pjesërisht e lirë. Në Amerikën e Jugut, presidenti i Argjentinas Javier Milei përfaqëson një nga vendet me rezultatin më të lartë i lirë, megjithse politikat e tij kanë ngjallur polemika. Në përfundim, ndërsa Trump e paraqet bordin e paqes si një platformë të re globale për stabilitet dhe rindërtim, përbërja e tij ka ngritur pikpyetje serioze. Me një listë antarësh ku dominojnë regjime autoritare ose sisteme me demokraci të brisht, kritikët pyesin: a është ky një hap drejt paqes apo një riformatim i rendit ndërkombëtar sipas një vizioni të vetëm politik?